Gjesti dhe Loredana tallen me këngën e Jozit dhe e kritikojnë ashpër talentin e tij muzikor. Teksa po kalonin kohë së bashku në shtëpi, Gjesti dhe Loredana filluan të bëjnë shaka me këngën e Jozit, duke e kritikuar hapur dhe madje edhe duke imituar mënyrën e tij të kënduarit në një mënyrë humoristike. Jozi duhet të mendoj seriozisht për të ndryshuar profesion, tha Gjesti duke qeshur, ndërsa Loredana ja ktheu me ironi. Po, se me këtë zë që ka, as në karaoke nuk e lën të këndoj. Duke vijuar me tallet e tyre, Gjesti filloi të këndonte disa vargje nga kënga e Jozit, por me një zë qesharak dhe duke bërë gjeste të egzageruara, gjë që shkaktoi të qeshura të forta mes banorëve të tjerë që po dëgjonin bisedën e tyre. Loredana nuk mbeti pas dhe filloi të imitoj mënyrën se si Jozi këndonte në performancat e tij, duke bërë lëvizje teatrale dhe duke egzageruar mënyrën e tij të interpretimin. Mendoj që më mirë të provoj të bëhet aktor komik, se për këngëtar nuk e ka fare, tha ajo duke qeshur me ironi. Gjesti shtoi edhe më shumë, nëse vazhdon të këndoj kështu, ndoshta publiku do të fillojë të dalë nga koncertet e tij para se ai të hapë gojën. Banorët e tjerë po dëgjonin debatin dhe disa prej tyre qeshin me komentet e Gjestit dhe Loredanës, ndërsa të tjerët mendonin se ata po e tepronin me talljet ndaj Jozit. Jozi, që ndodhej në një cep të dhomës, nuk e priti mirë këtë bisedë dhe duke i mërzitur nga komentet e tyre, ai nuk ndërhyri menjëherë, por u duk qartë se e kishte dëgjuar gjithçka dhe nuk i pëlqeu as pak mënyra se si po e ironizonin. A do të reagoj Jozi ndaj këtyre talljeve dhe të përplaset me Gjestin dhe Loredanën? Apo do ta lërë këtë situatë të kalojë pa shumë bujë? Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohen gjërat në vazhdim. Jozi përpiqet të afrohet me Loredanën, por ajo e refuzon dhe e tall hapur para banorëve. Pas disa ditësh tension dhe ftohjeje mes tyre, Jozi vendos të hapë zemrën dhe të kërkojë një mundësi për t'u afruar sërish me Loredanën. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe i thotë se ende ka ndjenja për të dhe se do të dëshironte që gjërat të rregulloheshin mes tyre. Loredana, mendoj se ende kemi diçka mes nesh, ndoshta mund ta provojmë sërish? I thot ai me një zë të ulët dhe shikim të ndrojtur. Por Loredana nuk duket as pak e bindur nga fjalët e tij. Përkundrazi, ajo e shikon me një buzëqeshje ironike dhe ja kthen me një ton tallës. Jozi, seriozisht po flet? Ti dhe unë s'bëjmë fare bashkë. Nuk e di pse mendon që unë do të rikthehem me ty. Por më beso, nuk ndodh kurrë. Jozi mbetet i hutuar nga përgjigja e saj, por Loredana vazhdon të tallet me të para banorëve të tjerë, duke bërë situatën edhe më të sikletshme për të. E shihni këtë djalin këtu? U drejtohet ajo banorëve përreth, duke treguar me dorë nga Jozi. Vjen dhe më lutet sikur unë jam ndonjë çmim që mund ta fitoj. Por realiteti është që ai nuk bën për asgjë. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin, ndërsa Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se është i lënduar nga fjalët e saj. Ai mundohet të mbajë një qëndrim të fortë dhe i përgjigjet, "S'ka problem, Loredana. Nëse ti mendon kështu, s'kam ç'të bëj. Koha do t'rregojë kush është ai që humbi." Por Loredana vazhdon me ironinë e saj, duke i dhënë një goditje të fundit. "Koha ka treguar tashmë, Jozi. Dhe më beso, nuk jam unë ajo që humbi." A do të përpiqet Jozi sërish të fitojë zemrën e Loredanës, apo ky është fundi përfundimtar i përpjekjeve të tij? Mbetet për t'u parë në vazhdim. Gjesti dhe Danja krijojnë një moment argëtues duke luajtur me makarona dhe duke qeshur pa pushim. Në një atmosferë të relaksuar brenda shtëpisë, Gjesti dhe Danja vendosen të kalojnë pak kohë duke bërë shaka me njëri tjetrin dhe kësaj here lodrat e tyre ishin pjatat me makarona që kishin përpara. Duke hedhur makarona ndaj njëri tjetrit, duke bërë figura të çuditshme me to dhe duke u tallur mes tyre, dyshja dukej se po shijonte momentin në maksimum. Danja, me buzëqeshjen e saj të zakonshme, e mori një fije makarone dhe e vendosi mbi buzët e saj duke u shtirur sikur kishte mustaqe, duke bërë që të gjithë banorët të shpërthenin në të qeshura. Gjesti nuk mbeti pas dhe menjëherë e imitoi atë, duke e bërë situatën akoma më komike. Danja, apo të pëlqen stili im i ri? Tha Gjesti me humor, ndërsa Danja qeshi dhe ia ktheu, po, dukesh si një shef kuzhine që s'di të gatuaj.
Duke vijuar me lojën e tyre, gjesti u përpoq t'i hidhte disa makarona mbi flokët e Danjës, por ajo lëvizi shpejt duke i shpëtuar sulmit. Situata u bë edhe më gazmore kur Danja mori një pirun dhe i afroi një tufë makarona drejt fytyrës së gjestit, duke i thënë me shaka: a do të hash apo do të vazhdosh të bësh budallallçe?" Të qeshurat e tyre të sinqerta dhe energjia pozitive e këtij momenti e bën gjithë skenën shumë të këndshme për banorët e tjerë, të cilët po shikonin dhe po i mbështesnin me duar trokitje e të qeshura. Disa madje filluan të bëjnë shaka se mos ky moment ishte shenjë e një afrimi më të madh mes tyre. Gjesti dhe Danja, edhe pse ndonjëherë kanë pasur përplasje brenda shtëpisë, treguan se dinë të kalojnë momente argëtuese dhe të sjellin një atmosferë më të lehtë mes banorëve. A do të vazhdoj kjo misi e tyre apo ishte thjesht një moment kalimtar humori? Mbetet për t'u parë. Egla Ceno flet hapur për gjestin dhe bën një deklaratë të fortë: "Unë doja të tallesha, të puthesha, por jo vetëm me lajrtin, edhe me gjestin." Gjatë një bisede të gjatë dhe të hapur me disa prej banorëve të tjerë në shtëpinë e Big Brother, Egla Ceno befasoi të gjithë me një deklaratë që nuk pritej. Ajo pranoi se nuk kishte një synim të qartë për lajrtin dhe se gjithçka që kishte ndodhur mes tyre ishte më shumë një lojë dhe një mënyrë për të shijuar eksperiencën brenda shtëpisë. Por ajo shtoi diçka edhe më të bujshme, duke thënë se nuk kishte problem që të bënte të njëjtën gjë edhe me gjestin. "Njerëzit ndoshta e kanë marrë shumë seriozisht lidhjen time me lajrtin," tha Egla duke buzëqeshur. "Por në fakt, unë doja të tallesha, të puthesha, të bëja lojën time dhe nuk do të më shqetësonte fare sikur të ndodhte edhe me gjestin." Deklarata e saj bëri që disa prej banorëve të hapnin syt me habi, ndërsa të tjerët filluan të qeshnin dhe ta ngacmonin. "Egla, po na habit. Do me thënë, gjestin e ke parë gjithmonë si opsion?" e pyeti një prej banorëve. "Po, normalisht." U përgjigj ajo pa u menduar shumë. "Në fund të fundit, jemi këtu për të luajtur, apo jo? Nuk e kam parë asnjëherë si një lidhje të madhe apo një dashuri të madhe. Thjesht, doja të argëtohesha." Por si do ta pres gjestin kjo deklaratë? A do të reagojë ai ndaj fjalëve të Eglës, apo do ta marrë me sportivitet? Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Egla Ceno dhe lajrti afrohen edhe më shumë, puthje pasionante dhe momente intime në vask. Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother mori një tjetër kthes të papritur, kur Egla Ceno dhe lajrti shfaqën një afeksion të hapur ndaj njëri tjetrit. Ndërsa të gjithë banorët ishin të zënë me bisedat e tyre, Egla dhe lajrti u shkputën nga grupi dhe krijuan një moment intim vetëm për veten e tyre. Gjithçka nisi me një flirt të lehtë, ku Egla po e provokonte lajrtin me batuta dhe shikime të thella. "Mos më shiko kështu, se mund të ndodhë diçka që nuk e ke menduar," i tha ajo duke buzëqeshur, ndërsa lajrti, i hutuar nga situata, filloi të qeshte dhe t'i shmangej në mënyrë lozonjare. Por tensioni mes tyre vetëm sa u rrit dhe në një moment, Egla e mori situatën në dorë dhe e puthi lajrtin pa hezitim. Banorët e tjerë që ishin pranë u tronditën nga ky veprim, ndërsa lajrti mbeti pa fjalë për disa sekonda. Dukej se ai nuk e kishte pritur një hap kaq të guximshëm nga Egla, si për t'i shtuar akoma më shumë intensitetin momentit, Egla e ftoi lajrtin të futeshin së bashku në vask. Lajrti hezitoi për pak sekonda, por më pas se ndoqi i pas. Të dy u futën në ujë, ku vazhduan të flirtonin dhe të qeshnin me njëri tjetrin, lajrti duke i hutuar dhe ende nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. "Po ti, çfarë po bën kështu?" e pyeti ai Eglan me një buzëqeshje të lehtë. "Thjesht po të testoj," u përgjigj ajo duke i kaluar gishtat në flokë. "Po më duket se po të pëlqen shumë ky test, apo jo?" Lajrti nuk e fsheu dot të qeshurën dhe i tha: "Më ngjan sikur po jetoj një film, nuk e di më çfarë po ndodh." Ky moment mes tyre ka ndezur thashethemet brenda shtëpisë. A është ky fillimi i një romance të re? Apo është thjesht një lojë nga ana e Eglës? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Sherrri ashpër mes Gertës dhe Valbonës, situata del jashtë kontrollit, tensionet në shtëpinë e Big Brother kanë arritur kulmin. Një debat i nisur mes Gertës dhe Valbonës ka përfunduar në një situatë të pakontrollueshme, duke çuar në një përplasje fizike mes dy banorëve.
Gjithçka nisi gjatë një bisede të tensionuar në obor, ku Gerta dhe Valbona kishin filluar të debatonin ashpër për disa deklarata të bëra më herët në shtëpi. Valbona e akuzonte Gertën se po futej në mes të lidhjeve dhe se ajo gjithmonë përpiqej të krijonte përçarje mes banorëve. Ti nuk di të rish pa futur hundët në punët e të tjerëve. Je gjithmonë aty ku nuk të takon, tha Valbona me nervozizëm, duke e parë drejt në sy Gertën. Gerta, e njohur për temperamentin e saj të fortë, nuk e priti mirë këtë akuzë. Ajo ju afrua Valbonës dhe i tha me një ton të ashpër, mos fol për gjëra që nuk i di. Ti je e fundit që duhet të më japësh leksione morali. Nga fjalët, situata kaloi shpejt në veprime fizike. Në kulmin e debatit, Gerta e kapi Valbonën për flokësh, duke e tërhequr me forcë. Valbona u përpoq të mbrojë, por duke je surprizuar nga veprimi i papritur i Gertës. Banorët e tjerë u alarmuan menjëherë dhe u përpoqën t'i ndanin dy vajzat, ndërsa situata po eskalonte gjithnjë e më shumë. Disa banorë filluan të bërtisnin, ndërsa të tjerët hynë mes tyre për t'i ndarë. Mjaft. Qetësohuni. Bërtiti njëri nga banorët, duke u përpjekur të ndalonte përplasjen. Valbona, e acaruar dhe e tronditur, u largua nga skena me duart tek flokët, duke u ankuar se Gerta e kishte goditur më shumë se ç'duhej. Ndërkohë, Gerta nuk u pendua për veprimin e saj dhe vijoi të fliste me zë të lartë, duke thënë se nuk do ta linte Valbonën t'i fliste me atë ton. Kjo situatë ka trazuar atmosferën në shtëpi, duke sjell edhe më shumë ndasi mes banorëve. A do të ketë ndëshkim për Gertën? A do të përshkallëzohet më tej konflikti mes saj dhe Valbonës? Gjithçka mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Rozana largohet nga shtëpia dhe lë garën pas një debati të ashpër me Gertën. Një situatë e tensionuar ka ndodhur brenda shtëpisë, duke sjellë një nga largimet më dramatike deri më tani. Rozana ka vendosur të braktisë lojën dhe të largohet nga shtëpia pas një debati të zjarrt me Gertën, i cili eskaloi në mënyrë të papritur. Gjithçka nisi kur Gerta dhe Rozana u përplasën ashpër gjatë një diskutimi, i cili fillimisht dukej si një debat i zakonshëm, por më pas u kthye në një përplasje emocionale dhe të mbushur me akuza të ndërsjella. Tensioni mes tyre kishte qenë i pranishëm prej disa kohësh, por këtë herë situata doli jashtë kontrollit. Mjaft. Nuk mund ta duroj më këtë lojë. Nuk kam ardhur këtu për t'u përballur me kaq shumë negativitet, u shpreh Rozana me zë të lartë, ndërsa u ngrit në këmbë dhe filloi të mbledh gjërat e saj. Banorët e tjerë mbetën të shtangur, duke mos e pritur një reagim kaq të fortë prej saj. Gerta, nga ana tjetër, nuk e ndali debatin dhe vazhdoi ta provokonte Rozanën, duke e quajtur atë të dobët dhe të paaftë për të përballuar lojën. Nëse nuk duron dot, atëherë largohu. Nuk të ndalon askush, i tha ajo me ton sfidues. Ky moment e bëri Rozanën edhe më të vendosur për të marrë një vendim drastik. Pa u menduar dy herë, ajo u drejtua drejt derës, duke refuzuar të dëgjojë çdo përpjekje nga disa banorë që tentuan ta qetësonin. Unë nuk rri më këtu. Kjo nuk është loja që dua të luaj, tha ajo, teksa doli nga shtëpia, duke i lënë të gjithë të habitur dhe të emocionuar. Banorët e mbetur u ndanë në dy grupe, disa e mbështetën largimin e saj, duke thënë se ishte një zgjedhje e saj personale, ndërsa të tjerë e kritikuan, duke e quajtur të dobët që hoqi dorë kaq lehtë. Ky largim i papritur ka sjell një kthes të madhe në lojë dhe ka lënë një boshllëk të madh mes banorëve. A do të ketë ndonjë pasojë për këtë vendim? A do të ndikojë në dinamikën e lojës dhe në marrëdhëniet mes banorëve? Gjithçka mbetet për t'u parë. Debati mes Rozanës dhe Gertës arrin kulmin, duke shkaktuar tension mes banorëve të shtëpisë. Rozana, e irrituar nga sjellja dhe fjalët e Gertës, nuk përmbahet më dhe e sulmon me fjalë të ashpra. Ti je një shtrik e vërtet, Gerta. Nuk kam parë ndonjëherë një person më të ligë se ty. Nuk lë asnjë rast pa bërë drama dhe pa futur përçarje mes njerëzve këtu brenda. Thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejt në sy. Gerta, e prekur nga fjalët e Rozanës, nuk e lë me aq. Ajo ngres zërin dhe i përgjigjet menjëherë. Po ti kush je që flet për mua kështu? Ti je e fundit që mund të më gjykosh, sepse je më e keqja këtu brenda. Je manipulatore dhe hipokrite, e gatshme të bësh gjithçka për të dalë në qendër të vëmendjes.
Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë situatën nën zë, disa duke qeshur, e disa duke vënë duart në kokë nga tensioni mes tyre. Rozana, tashmë e tërbuar nga fjalët e Gertës, bën një hap para dhe me një ton edhe më të ashpër i thot: "Unë mund të jem çfarë të duash, por të paktën nuk jam një shpifse dhe një provokuese si ti. Ti e ke hobi të shpikësh histori dhe të helmosh atmosferën këtu brenda. Askush nuk të beson më." Gerta qesh ironikisht dhe tund kokën. "Ti je vetëm një aktore e dështuar që nuk di ç'të bëj tjetër përveç se të bërtas. Kujton se mund të më trembësh me këto fjalë?" "Jo moj, Rozan, se të njoh mirë se çfarë loje luan." Atmosfera bëhet gjithnjë e më e tensionuar dhe banorët e tjerë shohin nga njëri tjetri, të habitur nëse debati do të përfundoj apo nëse do të përshkallëzohet edhe më shumë. Debati mes Gjestit dhe Gertës ndizet në mes të shtëpisë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Gertës, i drejtohet asaj me një ton të lartë dhe të prerë. "Ti je një shpifse e keqe, Gerta. Nuk bën gjë tjetër veç se sajon histori dhe përhap thashe theme për të nxirr të tjerët. Nuk e dia e kupton, por loja jote është e ulët dhe qesharake," thot ai, duke e parë atë me nervozizëm. Gerta, e irrituar nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe menjëherë i përgjigjet me ironi. "Ah po, sigurisht. Kur them unë të vërtetën, ti e quan shpifje. Sepse të ka dal boja në Gjesti dhe e di shumë mirë që nuk mund të fshihesh më pas lojrave të tua të pista." Ja kthen ajo, duke i drejtuar një shikim sfidues. Gjesti fillon të qesh me përçmim dhe tund kokën. Po, ti qenë ke më e drejta nga të gjithë këtu. Ti që manipulon dhe fut përçarje mes banorëve, pastaj viktimizohesh sikur të gjithë të kaninat. Hipokrizia jote s'ka kufi, Gerta. Ja kthen ai me ironi. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë nën zë, ndërsa debati sa vjen e bëhet më i ashpër. Gerta, tashmë e nxehur, afrohet dhe i drejtohet Gjestit me një ton edhe më të fortë. "Ti flet për hipokrizi? Ti, që bën sikur të interesojnë njerëzit këtu, por në të vërtetë i përdor të gjithë për lojën tënde? Mos kujto se nuk të njohim çfarë lloj personi je." Gjesti qesh sërish, por këtë herë duket më i acaruar. "Ti nuk njeh as veten tënde, jo më mua. Nëse mendon se do të dalësh mbi mua me këto akuza qesharake, e ke shumë gabim. Sepse ti je thjesht një shpifse që nuk ka asgjë tjetër për të ofruar përveç fjalëve boshe." Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rënduar, ndërkohë që banorët presin të shohin nëse ky debat do të përfundojë apo do të marrë një tjetër kthes më të fortë. Gerta përfshihet në një debat të ashpër me Gjestin dhe Rozanën, duke mos kursyer fjalët dhe ofendimet ndaj tyre. E irrituar nga situata dhe nga mënyra se si ata sillen në shtëpi, ajo nuk përmbahet dhe i akuzon se janë të papjekur dhe se nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se krijojnë aleanca për të manipuluar lojën. "Ju të dy jeni thjesht dy fëmijë të llastuar. Nuk bëni dot asgjë vetë, vetëm rrini gjithë kohës duke bërë aleanca dhe duke u marrë me thashetheme. Po kujtoni se do ja dilni kështu? Mos mendoni se nuk e shoh se çfarë loje po luani," thot ajo e zemëruar, duke i parë me inat. Gjesti, i cili nuk është mësuar të qëndrojë në heshtje, i përgjigjet me një buzëqeshje ironike. "Gerta, mos e ke nga inati që nuk je pjesë e asnjë aleance. Po të doje, mund të ishe edhe ti me ne, por ja që nuk të donte njeri." Rozana, e cila nuk e duron dot tonin e ashpër të Gertës, ndërhyn menjëherë. "E di çfarë, Gerta? Ti flet sikur je ndonjë e fortë, por në fakt je vetëm një llafazane që di të bërtas dhe asgjë më shumë. Ti po përpiqesh të përçash të gjithë këtu, vetëm që të dukesh e rëndësishme." Gerta tund kokën e nervozuar dhe qesh me ironi. "Unë të paktën nuk bëj sikur jam e sinqert ndërsa thur plane pas shpine. Ju të dy mendoni se jeni të zgjuar, por në fakt jeni qesharak. Gjithë ditën rrini bashkë duke kurdisur prapaskena, por më beso, loja juaj nuk do zgjas shumë." Debati vazhdon të intensifikohet me Gjestin dhe Rozanën që mundohen ta kundërshtojnë Gertën, ndërsa ajo vazhdon t'i akuzojë për lojën e tyre të dyshim. Banorët e tjerë ndjekin me kurreshtje përplasjen, disa duke qeshur e disa duke pritur se si do të përfundojë kjo përballje e tensionuar.
Ola dhe disa prej banorëve të tjerë shpërthejnë në një debat të ashpër kundër Gjestit, duke e vënë atë në qendër të kritikave dhe akuzave. Të acaruar nga sjellja dhe veprimet e tij, ata e sulmojnë me fjalë, duke i bërë të qartë se nuk e shohin si një person të denjë për të qëndruar më gjatë në shtëpi. Ti je një njeri shumë i keq, Gjesti. Nuk ke fare ndjenja, nuk e di si arrin të sillesh kështu me njerëzit, i thot Ola, me një ton të lartë dhe plot nerva. Banorët e tjerë e mbështesin atë, duke tundur kokën dhe duke i hedhur vështrime përçmuese Gjestit, i cili fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë që situata po bëhet e papërballueshme për të. Nuk meriton asgjë. Je thjesht një manipulues, një lojtar i paskrupull që vetëm mendon si të përfitojë nga të tjerët, thot një tjetër banor, duke i drejtuar një shikim të ftohtë. Gjesti ngre vetullat dhe qesh me ironi, por brenda tij dallohet një lloj tensioni. Kush jeni ju të më gjykoni? Sikur të ishit ju më të mirët këtu brenda. Të gjithë luani lojën tuaj, por unë të paktën nuk e fsheh. Kjo deklarat i acaron edhe më shumë banorët. Ola, duke mos e përmbajtur dot veten, afrohet edhe më shumë dhe i thot me përçmim, ti nuk ke respekt për askën. Ti përdor njerëzit, krijon drama, dhe pastaj sillet sikur nuk ke faj. Ne të gjithë e kemi kuptuar lojën tënde. Tensioni rritet, banorët flasin njëri mbi tjetrin dhe Gjesti, edhe pse përpiqet të duket i ftohtë, duket se është i goditur nga sulmet. Ai shikon përreth, sikur kërkon një aleat, por këtë herë duket se të gjithë janë kundër tij.